sprove e madhe, një goditje e madhe, Allah është me muve. More kretë pas kanë redhe, ma iqë, asë gjosë në më bëjnë, qka mund me më bëjnë? Iqë, nëse se ka shkritë Allah, kur gjosë? Iqë, kuri. Kjo është bindje, imam. Asë gjosë në më. Po unë e kam hanë, i kam kërkun dima Allah, të ka kry kjo punë, Allah do më letësoje. O ti ka dojnë, e bëjtë gajle se ka. Ama liko është dalimi, se dikush kur shkon me bo dua për shi, e me qadrën në vete. A e theni qadrën janë? Se une, Sërbia, në të mbalë vështë, jam të folë në shkone, në shkupion që amasë. A e në këtë pale a e se. Unë jam pak dhejt pak ka gjuma, në gjahë me të dhejt kështu. Isha Allah, jemi të qarë. Dalime liko është të të se dy njëre shkejnë me godua për salatën istisqa. Me falë namazin e shirë. Ama njëri shkon me dur të gjejpa, ta provojë me s'kodel dhe qka, tjetër e ka qadrën me vetë. Shumë kodalim i sërë tjera. E na, kur i bëjmë qëto dua, shkejnë me qadrë a pa qadrë. Allah në fatë. Andaj edhe istiane ja, edhe istiane e jonë. Kërët varët, a kemi marë qadrën dhe vete aje. Apo, a i ta prave. Apo dhe të në njete ku më po. Jo, të shme kapë një qërë shate. Në kohën, momentin, vendin, ku jeti më si i sinqert me Allahun, me bindje, andaj në dua, Ibn Kaimi Rahimullah e përmenë se për i të bijës duas, nuk është me thonë, inshallah o Zotë ti mu përgjithë, njëra. O Zotë përgjithë mu me bindje tu, atë punë të kryme, dhe në të të Allah dushme mu përgjithë. Nuk kam nevojë për përgjithën të të. Insistimi i robit me lutje, jo, lutjen me ja drejtu Allahu si dush. Ndima mund si mos dush, pasë më ndima. Ja. S'pa kështu, kjo nuk ka etike duas në lutës. E listiane me bindje. Me qate qka. Shkon me falë salatul istisqa, me qate. Shkon me falë dyre qate, për halën tëtë me qate. Kuri? I bindur se kur ta krysh, qatë namaz, punë është e kryme. Ama kjo lidhë, andaj besimtari s'ka turbulenca. I ndodhë qka i ndodhë, jashtë aty, tonë, punë, familje, tonë, aje, dina drejtësën e rëtë. Njërën për tyre, o vezër, kape njërën. Njërën kape pasha bajnë, i sigur t'ki me qenë, i mbrojtë t'ki me qenë. S'ka për ty turbulenca, s'ka për ty shqetësime, s'ka për ty devalvime, s'ka për ty asë një faktori jashtëm i cili mundët me ta unë lezetin dhe knacime imanit dhe adhurimit që e ba. Ama nëse parashtojnë pyetja, kur mas ku tjere një knaq në adhurimin dhe ibadetin e fundit që i kemi bon? Allah i në vëzotë. Si jemi të perceptu agjerimin Ramazanin që është duke në artë, që është adhurim veç për Allah. Veç për Allah është. Që o gjëju është petralë dhe në Balkan që para Ramazanit të organizon kësi ligjerata që janë të të gjdo javë. Ska të në zdi model tjetër. Ska për deri në ta. Vetëm një Ramazan ndryshe me ta mundëson. Mu lohë me ti një pe atje diktuj, ndryshe të qka me nasir, adhurimi mos në botë monotonin, mos në botë agjerimi veç përsëritja. A di përmenç, kur e din një rrugë përmenç, të shka në aty bjanë këthej, jo dhe përmenç banë agjerimi, gjdo vit, gjdo Ramazan, është ndryshe nga jo që ka kaloj, këti, o do të më bo maj miru në këtë Ramazan. Këtë Ramazan të nga falë, o ta o mua. S'ka symë shetë me shku rrugën e dim edhe agjerimin, të ravija, në mozit, të agjerimin, Koran atë, qkave. Për një Ramazan ndryshe, kjo lufta, beteja është. Nëse çdo Ramazan që të vije, të shkon, nuk është ndryshe nga i kaluari, ti kopi pas tja gjëru.
lufta beteja është kështu. Dhe këtu është beteja. Çdo Ramazan me qenë ndryshe dhe çdo Ramazan me reflektu tek ne. E pesta, me ndjenjë zemrën tonë fisnikrinë e Allahut te bareke ve teala. Allahu azza wa jall neve dhe njerëzimin nuk e trajton me drejtsinë e tij. Nuk zgabohet e diçka o gjë. A jemi bashkë? Allahu azza wa jall, vajle me të. Njerëzimin nuk e trajton me drejtsinë e tij. Se me nga trajtu Allahu me drejtsinë e tij. Zot në rujtë, sa këshmi me të bitonë. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot yed'una lahum al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. E transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi këtë hadith. Thot Allahu azza wa jall i përshkruajnë ata e vlatë, fëmijë, dhe Allahu ato përsëri i falë dhe i furnizon. Shfini çfarë mëkatit të madh. Ai do të lëm njëri të vënë mënyrë, të thënë Allahu ka thënë. Dhe sëra akuzash tjera dhe shpifjesh tjera që vërmër ideologjisht ja përshkruajnë Allahut te bareke ve teala, ja atribojnë Allahut azza wa jall gjëra çaj si ka. Megjithatë Allahu ato i falë, nuk i ndëshkon, madje edhe ju çon rrezik. Se dy janë këto. Allahu ka mujt me i falë, mos mi bëhe laç, e milion me vujt për rishqim. Jo edhe pasuri ju ka qenë. Këtë trajtim, këtë dunjo, është i Allahu te bareke ve teala me fisnikrinë e tij ndaj njerëzve që bëjnë mëkatin më të madh mbi rrezullin toksor nga e cila fjalë dridhet arshi i Allahut azza wa jall. Edhe ti si besimtar ki me dështu në sprova, ti që kur se ki thonë këtë laftë të keq, e ti që a me gjysëm gjuha, me gjysë të plot, dikush dimit në drejt lafët, dikush zdim, po prapë fu Allah, o Zot, iq veti mëse ki gajme. O, për ti vetë që mira është për pa. O, mësë dështo, kur mësë jalër vetës me dështu, se ti Allahut, kur si ke bo shqip? E ti gjithë një Allahut jenë bështet. Her ma shumë, her ma pak, po ati jenë bështet. Ndo njëre ke bon, ndo një makat, ndo një gjuna, o të ka i natë, ajo, kjo, po përsëri ke ditë me të Allah. Falë, be ka bo. Së më shekur të kush, e bon, edhe. Edhe ti kime dështu, në sprova që i ka këtja, ti të shënëkon njëri si punë, këmbullës se ty të pret e mira e më mira. Zot, me haru se Allahu azza wa jalla është fisnik. është bujar. Ai me fisnikrinë e tij dhe bujarinë e tij i toleron budistët, zjarputistët, ato, këto, gjithë i toleron, i falë. Madje edhe rëzkuja e patim dhe s'po për ato. E ti si musliman, me arë me më thonë, une jam stres, ata të veçatë të tonë, stres, e une këmë rënë depresion, të muslimani, fjana stres, depresion, nuk dhesë. Zguzon, si ka hije, një manlijës, mi thonë të fjana. Zguzon, jam bo për rukje, shka i bo? Ti kja rukis një krinë Allah të zguzon. Si kishte muslimon që për këte në stresat, depresionin në kështot, muslimon që të janë bërë për rukë, nëse e këm pas dhe sprova, muslimoni sulmot nga gjinë kër është shumë i gëzume, shumë i depresion, nga e vetë i s'ka i musliman, ti nuk gëzon nuk rasu më ato tjetë. Ama, kur të arrosh, fisnikrinë Allah të bare kjo tala, se ti e rob i një kryuesit i cili është bujar, i cili i trajton njerëzit me mëshirën e tij, jo me drejtsinë e tij. Dhe thekë është të undet e ti që kemi arru se sa mëshirë të madhe ka Allahu azza wa jalla.